Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt. Ora shënon 12:14 minuta, jemi me disa minuta vonesë për shkak të zhvillimeve të fundit ofruar nga Departamenti i Informacionit dhe për shkaqe të tilla, ne ditën e djeshme kemi transmetuar një emision që për hir të transparencës me gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti, kemi trajtuar rastin e 12 vjeçares e cila mori aktin dramatik ndaj vetes së saj, pikërisht me datën 22 gush rreth orës 14:10 minuta në fshatin Buzaish të komunës së Velçanit në Pogradec. Kemi dëgjuar intervista ekskluzive të drejt për drejta të gjyshes dhe të babait të 12 vjeçares. Për sinqeritetin ndaj gjithë atyre që po na ndjekin në transmetim të drejt për drejt, bisedat me familjarët e 12 vjeçares, me gjyshen dhe me babain janë zhvilluar përpara se ne të startonim sezonin televiziv. Por edhe për shkak të lajmeve të ofruar, siç e thash edhe më parë nga Departamenti i Informacionit, ne nuk kemi pasur mundësi të ishim në transmetim të drejt për drejt të martën e kësaj jave. Një ditë pasi startuam edhe televizionin e ri televiziv. Ndërkohë, nëna, përpara se ta startonim këtë sezon, ka dhënë një intervistë, mamaja e 12 vjeçares. Për herë të parë, ditën e sotme, dalin foto ekskluzive të takimit të nënës dhe muajin, datën, orën kur është zhvilluar ky takim, pikërisht në prezencë të administratorit. Nëna ka dhënë një intervistë ekskluzive teksa u thonte pas varrimit të së bijës nga Greqia drejt nga Shqipëria drejt Greqisë, një intervistë telefonike zhvilluar me kolegen time Anila Akmataj dhe ne intervistën e plotë të nënës do ta dëgjojmë ditën e sotme, por nëna është lidhur me studion edhe kur ne regjistruam emisionin të cilin e kemi transmetuar ditën e djeshme në lidhje telefonike. Çfarë ka ndodhur me nënën e 12 vjeçares do t'ju njoftoj vetëm pas pak sepse gjendja e saj është shumë e rënduar. Fillimisht do ndjekim pjesën e tretë të emisionit që nuk e kemi ndjekur ditën e djeshme. Ndjekim. Pas ngjarjes së rëndë që ndodhi vetëm pak ditë më parë në Pogradec, ku një e mitur vetëm 12 vjeç u vetvar në kasollën para banesës në të cilën jetonte me babain, njerkën dhe gjyshen. Ngjarja u deklarua se ndodhi për shkak të mallit që e mitura kishte për nënën, pasi ishte takuar me të vetëm pak muaj më parë pas 6 vitesh. Por të shumta kanë qenë dëshmitë e familjes në emisionin Me Zemër të Hapur, ku gjyshja rrëfeu episodin se si ndodhi ngjarja, e ndërsa në një intervistë ekskluzive për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, nëna biologjike e 12 vjeçares ndjer hodhi akuzën ndaj babait të vajzës, ish bashortit të saj, se vrasja nuk ishte një vetvarje, por se e kanë vrarë vetë ata. Mes të tjerash, nëna për redaksinë e emisionit vuri në dispozicion edhe fotografinë e fundit të takimit të saj me vajzën. Ndiqni emisionin. Kjo ishte kronika e përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj për atë çfarë ne kemi zhvilluar gjithë këto ditë edhe përpara se të startonim këtë sezon të ri televiziv. E them këtë gjë për shkak edhe të transparencës, jemi munduar ta kopsisim si ngjarje, duke marrë dëshmitarët kryesor të ngjarjes, gjyshen, e cila ka qenë personi i parë që e ka gjetur të vetvarur 12 vjeçaren, babai i cili nuk ka dhënë asnjë intervistë dhe falenderoj zotin Eduard që gjeti mundësi për të folur shumë pak në një intervistë përpara se të startonim këtë sezon televiziv përpara datës 4 shtator, por njëkohësisht ato ditë kur ka ndodhur kjo tragjedi në momentin e udhëtimit të nënës pasi varrosi të bijën nga Shqipëria drejt Greqisë, kolegja ime Anila Akmata ka zhvilluar një intervistë, por edhe teksa ne regjistronim emisionin që një pjesë ju e keni ndjekur ditën e djeshme, nëna ka hyrë në lidhje telefonike me studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Pas intervistave që të gjitha mediat u fokusuan tek historia e 12 vjeçares, pas bullizimit dhe komenteve të shumta, miqtë e mi, të lutem, në qoftë se ju fshiheni pas një ekrani telefonik apo kompjuterik dhe hedhni balë mbi njërin apo tjetrën palë, duhet të keni kujdes pasi ditën e djeshme kam kontaktuar drejt për së drejti me zonjën Miranda, ishte pamundur që ajo të më përgjigje nga ana tjetër e telefonit, ka dalë stafi i spitalit në Greqi, ku gjendja e zonjës Miranda është tepër e rënduar. Pasi doli në media edhe letra të cilën nëna e ka në dorë tashmë,
të një poezie që vajza mund ta ketë gjetur diku apo e ka shkruar vetë, këtë gjë ne nuk e dim, por që gjyshi avuri në dispozicion për të gjitha mediat dhe e kishte gjetur disa ditë pasi vajza mori edhe vendimin dramatik për jetën e saj, ajo poezi ka shkaktuar këtë gjendje të cilën e paraqet në UOL regjia në këto momente. Kjo është zonja Miranda, mbrëmjen e kaluar në një spital në Greqi. Refuzon të ha, të pi dhe të komunikoj me mjekët në spitalin grek. Mjekët janë munduar ta qetësojnë, është në gjendje gjumi, sepse refuzon të komunikojë dhe me ta dhe t'i jepet ndihma e drejt për drejt. Prandaj, duke parë kushtet e kësaj nëne, e cila pasi ka pasur arsye, dhe këtë e them me bindje të plot, sepse prova dhe fakte të tjera do dalin në dritë sapo Miranda të rimari veten, ne i kemi ato prova, pse ajo është detyruar të largohet nga banesa dhe të lëri vajzën në moshën 6 vjeçare. I them këto gjëra se të njëjtat arsye që zonja Miranda ka dhënë për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur për arsye pse është larguar, të njëjtat arsye kanë qenë edhe kur vajza është takuar pikërisht në 21 prill të këtij viti. Ne do ndjekim vetëm pas pak pjesën e tretë dhe të plotë të emisionit, të cilin nuk e kemi transmetuar ditën e djeshme, dhe arsyet që i jep vajza në takim me nënën, por edhe arsyet që ka dhënë nëna të para 7 viteve do të thotë që diçka brenda asaj familje ka ndodhur. Pra është shumë e kollajshme të hedhësh vrerë mbi një grua e cila nuk ka krijuar kurrë një jetë të saj, nuk jeton me askënd, jeton e vetme, ajo është jetime, është rritur pa baba, nëna ka krijuar jetën e saj në shtetin grek, ajo nuk jeton me nënën, jeton vetëm, punon si një njeri i ndershëm, nuk ka asnjë partner, asnjë burr në jetën e saj dhe nuk ka fëmijë. I vetmi fëmijë që kishte ishte 12 vjeçaria dhe ishte arsyeja për cilën luftonte fort në Greqi, të grumbullonte të ardhurat dhe i kishte lënë pikërisht në muajin shtator kërkesë për t'u drejtuar gjykatës dhe për të rimar vajzën. Në këto momente, pas kësaj gjendje, unë shpresoj që të jemi suport të gjithë për këtë zonjë e cila duhet luftoj fort, ka arsye për t'jetuar dhe të jetë e fort për dalë arsyet e vërteta pse vajza e ndërmori aktin dramatik ndaj vetes së saj, apo ka diçka tjetër me të gjitha akuzat që vetë Miranda ka dhënë në fakt për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. E ndjekim intervistën e saj dhe çfarë ka thënë paneli asaj dite dhe rikthehemi me të tjera detaje ditën e sotme dhe një panel tjetër. Kam avokatin zotin Eduard Mullaraj, përshëndetje, mirë se erdhe. Kam zonjën sociologe Miranda Arira, pedagoge njëkohësisht, faleminderit, mirë se erdhe. Ndjekim intervistën dhe rikthehemi menjëherë në studio. Fillimisht do ndjekim intervistën e nënës së 12 vjeçares dhe fotot ekskluzive nga takimi i prillit të këtij viti dhe më pas në komentin përfundimtar të panelistëve, të avokatit edhe psikologës. Ndjekim intervistën. Sa e vërtet është që ju pak kohë më parë se të ndodhte ngjarja keni shkuar dhe e keni takuar pas 7 vitesh vajzën? Mbas 6 vitesh e kam takuar, jo mbas 7. Po? E kam takuar vetëm 5 minuta. Po. Vajza nuk më ka folur asnjë llaf, i kam thënë që të blej mami një telefon, flasësh me mamin, më ka thënë jo se më rre babi. Pra ishte e trembur? Ishte shumë e trembur, ishte shumë e frikësuar dhe nuk më ka folur asnjë lloj fjale. Po në takimin që zhvilluat ju, vetëm ju të dyja ishit, apo kishte edhe të tjerë persona që ishin aty? Ishte gjyshi me hallon e vajzës. Po? Ishte unë me motrën dhe me burrin e motrës dhe nipi mesën. Ishit që të gjithë bashkë në bisedën që bëre me vajzën? Po, edhe në momentin që ka marrë gocën gjyshi gocës time, i ka thënë gocës, hece do ikim, edhe një kur të vdes unë do të takosh të temi, ka thënë. E tha në prezencën tuaj këtë? Po, e kam deklaruar edhe në policinë e Bogradecit. Po? Sa ishte ora kur ju e takuat vajzën dhe në çfarë vendi e takuat? Sa larg shtëpisë banesës? Ku zhvillua takimi? Afër shtëpisë të ish burrit. Po. E mbani mend datën? E kam datë me fotografi që e kam takuar. E keni me fotografi? Po, që kam bërë një fotografi se nuk më kanë lënë gocën, aty me zor më kanë marrë, edhe me shumë ashtu e kam bërë në një fotografi.
Po, nëse më lejoni mund t'ju pyes, pse u takuat me vajzën pas 6 vitesh dhe pse nuk ishit tentuar ta takonit më parë? Sepse isha në Greqi dhe isha pa letra, nuk kaloja dot. Po pastaj kishit pasur ndonjëherë komunikim nëpërmjet telefonit para se të takoheshit fizikisht? Me vajzën asnjëherë, me tijatin e vajzës i kisha shkruar në Messenger. Po? I thash vetëm a nxjerr në telefon ti flas. Më ka thënë jo se kam hallë se më mërzit, kam hallë se më prish familjen që kam. Si tu duk vajza ato momente që e takove? Çfarë mësove ti nga aq pak minuta sa u takuat? Unë paka shumë e di jetesën se si qysh isha atje, edhe vojtjet e mia dhe e di edhe prezencën e vajzës se qysh do ishte shumë, domethënë shumë e friksuar, shumë e ndrojtur. Se nuk më ka folur asnjë fjalë, përveç se kaq që më ka thënë kur i kam pyetur për telefonin që të blej mami një telefon, të kemi kontakte, që mos mërzitesh ashtu derisa të vitë të marr të takoj. Më ka thënë jo sa më rre babi, vetëm kaq ka nxjerr nga goja. Vetëm kaq, vetëm këto kanë qenë fjalët që keni folur me njëra tjetrën. Po, vetëm kaq. Sa minuta që luat? Do ishte kënaqësia jo të kishte folur akoma më shumë, po ja që nuk u bë. Ta bëri ndonjëherë këtë pyetje që pse më ke takuar me kaq vonesë ose pse s'ke ardhur? Fare, asnjë fjalë më tepër, vetëm këto kanë qenë. Po, ju Miranda i premtuat që do vini ta takonit sërish? Po. Për sa kohë i thatë që do ta takonit? I kam thënë mami do vi prapë në shtator dhe do vi të takoj. Nuk më ka kthyer asnjë përgjigje. Ndërkohë, pas largimit tuaj, patët ndonjë reagim nga familja, nga ish bashorti? Jo, vetëm ky që ka bërë jati ish bashkëshortit, që dhe njëherë kur të vdes unë do të takosh. Të mori vajzën dhe iku. Miranda, po ju sa vite keni që jeni divorcuar me ish bashortin? Neve kemi që në 2016. Po, cila ishte arsyeja nëse mund ta dim që jeni divorcuar? Tashi nuk flas dot shumë gjatë, se unë jam në makinë duke ikur për në Greqi. Në kohën që jeni divorcuar, sa vjeç ishte vajza juaj? 6 vjet. Pse nuk e morët ju vajzën dhe vajza mbeti me babain? Sepse gjykata ja la babait. Kishte ndonjë arsye? Nuk kishte asnjë lloj arsye, nuk e di unë, tani mendoj se kanë marrë lek ata njerëz. Ju morët pjesë në varrimin e vajzës? Po, isha. Si e morët vesh lajmin për ngjarjen? Nga një kushori që ishte afër fshatit. Po juve u a shpjeguan ngjarjen, a tentove ti pyesi se çfarë ndodhi? Thjesht dikush më thoshte u var, dikush më thoshte që një sëmundje, nuk e di. Po për varje nuk ka, sepse autopsia nuk I nxorri as shenja letare as gjë. Po ku e mësuat këtë që autopsia përfshin faktin që ajo nuk ka shenja varje? Ka thënë doktori I morgut. Ku t'ja tha, ju a tha juve? I ka thënë burrit I motrës time. Autopsia nuk ka nxjerrë asnjë lloj shenje. Atëri bie ju çfarë dyshoni? Ose diçka ka pirë goca, ose kanë bërë diçka ata. Unë dyshoj se I kanë shtirë në diçka fëmijës. Në ushqim? Nuk e di ku. Duhet të pritet janë të gjitha të njëjtë. Intervista është tronditse, sidomos pjesa e fundit, zhvilluar nga kolega ime Anila Akmataj, dyshimet e nënës së 12 vjeçares në lidhje me autopsin apo çfarë ka diskutuar familja e nënës së vajzës me doktorin e morgut. Ndërkohë në Wallin qendror, regjia më shfaq pikërisht ka qenë data 21 prill të këtij viti, ora 12:14 minuta, takimi nga që ka bërë nëna me vajzën. Jemi të gjithë të tronditur, pjesa fundit e intervistës zhvilluar nga kolega ime Anila Akmataj, me zonjën në fjalë, na çon në tjera drejtime, por nuk do donim kurse si të jepnim gjyrime të tjera kësaj ngjarjeje. Jo, absolutisht janë organet kompetente të drejtësisë që do ta zbardhin besoj këtë ngjarje. Ne japin opinionet sipas analizës duke parë në këndvështrime të ndryshme, sepse sot është viktim një vajzë 12 vjeçare dhe normalisht shkaku I divorcit arrin në këto pasoja, qoftë nga keq kuptimet apo mos komunikimi ndaj prindërve. Por me intervistën e nënës arrita të nxjerr unë në veten time një analizë të fundit
e cila nëna e ka thënë vajzës që do vi të ritakojë përsëri në shtator. Dhe fjala e gjyshit që ka shprehur atë ditë që ti nuk do të takosh më nënën tënde kur të vdesur në këto gjëra të tjera, këto fjalë tipike shqiptare që ekzistojnë. Dhe nuk e dim se si mund të ketë qenë reagimi i babait në shtëpi, se si mund të ketë reaguar. Vajza i ka thënë, ose edhe gjyshi i ka thënë që do vi prap në shtator. Dhe vajza mund të ndjerë kërcënuar që mos ta takoj nënën, sepse duke kapur 22 gushti në shtator vinte nëna, është një kohë tepër e shkurtër dhe është marrë kjo akt. Ndoshta e ka marrë vetë, ndoshta nga faktori këtë nuk e dim. Por kurse si tha dhe ajo e varë në litar ose mund të ketë bërë dëm vetes diçka tjetër, por thjesht vetëm nga frika. Edhe fjalët e doktorit të morgut duhet jenë pak të kujdesshëm me familjarët të nënës së vajzës. Tani, këto janë fjalë që thuhen nga këto janë intervista që thuhen shprehen nëpërmjet telefonave, por ne nuk kemi akoma asnjë dokument konkret të faktuar që ekspertiza shpreh që nuk ka qenë varje me litar, nuk ka qenë varje. Që nuk ka pasur shenja dhune, e thanë në dy intervista të para gjyshi dhe babai. Po shenjat e dhunës është tjetër me shenjat e litarit. Arsyeja e vdekjes duhet të dim, shkaku që vajza ka ndruar jetë, këtë duhet të dim neve. Dhe pastaj shkaqet që quan është çështje tjetër. Ne duhet të dim arsyeën se ajo sot ka ndruar jetë. Dhe mund të them që mund të jetë një presion i faktorëve të brendshëm në familje që e kanë çuar vajzën të marrë këtë akt, sepse duke ditur që babai thoshte që më prish familjen, mos më shkruaj më edhe fjalë të tjera, dhe duke kapur dhe në kohën që nëna i ka thënë që do vinë në shtator, vajza me 22 gusht kam ndërmarrë këtë akt, qoftë me dëshirën apo pa dëshirën. Pra, mund të ketë pasur, thoni ju, sipas nuhatjes tënde profesionale, debate brenda shtëpisë. Sigurisht që ka pasur. Ardha në shtatore nënës ka krijuar debate dhe vajza mund të ketë marrë veprimin. Duke ditur që ndoshta dhe mbas gjithë kësaj kohe, ajo e ka ditur që nëna i vjen në shtator dhe familjarët që ajo jeton, normalisht ja kanë prerë që të takojë të jomën. Do kenë qenë radikal në vendimet e tyre, gjë që mundet vajzat të ketë. Ai shpreh që do mprishësh familje dhe gjëra të tjera. Qoftë edhe ajo zonjë që është pranë asaj familje. Një detaj tjetër interesant, por që nuk mund ta diskutojmë dot në këtë moment, sepse do të na duhet të përballim palët me njëra tjetrën pas deklaratës së fortë të nënës së 12 vjeçares, është që gjyshja midis librave të vajzës mbas suicidit të datës 22 kush ka gjetur një poezi që vajza midis fletëve të një libri kishte bërë për 8 mars në lidhje edhe me nënën, përpara takimit që kanë zhvilluar. Gjithsesi, Marcela, nuk është e rëndësishme poezia e vajzës, apo pse gjendej ajo në mes fletëve të një libri, e rëndësishme është detajet që jep nëna e vajzës në lidhje me telefon. Nuk e dim. Në lidhje me telefonin që nëna i propozon të ketë një telefon dhe të kishin komunikime. Dhe rrije nga babai, ajo tregon që ajo vajzë dhunohej nga babai ose nga një pjesëtar tjetër. Nëna thotë që në Messenger unë kam gjitha bisedat me ish bashortin tim kur vazhdimisht kërkoj që ai të më kalonte vajzën derisa ka gjetur një rrugë tjetër. Sepse përderisa vajza shprehet, normalisht nuk ishte një takim i parë mes njerëzve, duke ditur që ka pasur për 7 vite që asnjë lloj komunikimi, do të ishte pak të më private komunikimi me vajzën. Ndërmjetësimi i takimit është bërë gjithmonë nga njësia administrative, nga kryetari që gje rastin për ta falenderuar në mes. Por duke qenë se vajza shpreh që më rre babai dhe nuk dua telefon, dhe aty tregon që vajza rrihe nga babai, dhunohej, se ku e dinte ajo që babai duhet ta rrafi. Diku është diskutuar kjo diskutim që ti nuk duhet të kesh kontakt me nënën apo komunikim me nënën, sepse ai ndëshkon në forma të ndryshme. Se kurse si ku mund ta di ai që babai do përderisa ai sipas intervistës, se po kapim lidhjen e intervistave tani, çfarë tha gjyshja babai, çfarë tha nëna. Se në momentet që ai nuk e ka diskutuar kurrë me vajzën largimin e nënës, sepse me pretekstin se nuk donte ta mërziste, shprehet që e ka marrë vesh nga shoqëria, nga shoqet, nga certifikata e shkollës edhe çështje të tjera siç ndodhin në komunitete të vogla, siç është. Po, në këtë lloj komuniteti njerëzit flasin edhe në më të mëdha që i bërsuar ose duke qenë se ai nuk dha një arsye konkrete që domethënë në gjithë këtë histori ai u shmangte komunikimin me vajzën që ka folur për nënën. Por, intervista e nënës, komunikimi i nënës të çojnë që babai, jo që s'ka diskutuar me vajzën, por ka diskutuar me vajzën.
për nënën e saj. Sepse nëse ajo e ka marrë vesh nga të tjerët, që njerë ka nuk është nëna e saj, normalisht që ka dashur të ditë të vërtetën kush është nëna e saj. Kemi edhe mos përputhje datash, sepse zonja thotë jemi divorcuar në 2016 dhe vajza ka qenë vetëm 6 vjeçe, ndërkohë që babai dhe gjyshja thonë që ka qenë 3-4 vjeçe, por gjithsesi njerë të si kriste mami. Ne po flasim për Jo, po, të mos të kesh pikërisht për pikëshmëri, se sa vjeç ka qenë vajza kur je divorcuar, e tjerë ngrihen të tjera alibi pastaj edhe për mënyrën pse vajza zgjodhi që njerëzit të triste mami. Nëse është në moshë 6 vjeçare, normalisht ka jetuar me tjëmë, normalisht që është në një moshë e ka të pikasur figurën e profilizimin e nënës. E ka të profilizuar, prandaj edhe ndërhyra. Në moshën 6 vjeçare, në moshën 3 vjeçare, sepse u diskutua në minutat e para. Avokat në lidhje me takimin, por edhe me intervistën. Je i shokuar, e prisi një deklaratë të nënës të tillë? Sepse flasim tek celulari për cilën ti fole në fundin e pjesës 2, apo jo? Ideja është që me çudit fakti, faktikisht ma shumë e kam për ata që pa na një gjojnë, që mund të themi një familje. Pra, ajo çdo gjë mund tjetë, çdo gjë, po familje ajo nuk është. Sepse mënyra, qoftë nana, qoftë babaj, qoftë gjyshja me rrallë. Të lash 6 vjetë pa taku fëmijën tanë, është e të mërshme, nuk ka ma. Edhe pse zonja thot isha në Greqi dhe isha pas një lloj dokumenti. S'do diskutim fare, sepse është gjanë shpirtit, nuk është gjanë thjesht që ti ke lani makinë dhe shtëpia 6 vjetë dhe po shkon më 6 vjetë që edhe e takon. Pastaj, versioni tjetër është me le prep edhe një hapësirë tjetër që ajo nuk ka ndrruar jetë në Kasole. Ajo është dërguar në Kasole. Pse? Nuk është se ka ndrruar jetë në Kasole. Nuk mund të flasësh dot për momentin. Për momentin nuk kemi as i provë ne. Pra, ti mendon se duke është transportuar në Kasole. Po, vetëm duke u bazuar në deklaratat e tyre dhe fillimisht thot nuk ishte nusja në shtëpi, nusja e djalit, pastaj thot e qume me nusën atje, disa veprime të cilat lanë me dyshu shumë. Në qoftë se prokuroria pra don ta zbardhin dhe ama ka dëshirë të kësaj, ajo mund i drejtohet pra nëpërmjet se nana viktimës, i drejtohet nëpërmjet një avokati prokurorisë dhe i thot të bash 1, 2, 3 aktet ekspertime, ekzaminimin ginekologjik, gjitha veprimet e kryera, që të arrijnë në konkluzionin përfundimtar, nëse jemi edhe në një pikë tjetër që është shumë e tmerrshme në familje. Megjithatë, që ajo vetën nuk e ka varë. Vetën nuk e ka qu. Avokat, pse del në një konkluzion tillë, se janë deklaratat forta? Nuk ka asnjë shkak. Jemi përballë një suicidi, ndërkohë ti thua nuk kemi të bëjmë parë. Nuk ka asnjë shkak që ajo të arritë. Se mund të kemi edhe shkaqe të cilat në intervista nuk janë dhënë. E vetmja gjë që e zbërthente pra këtë shkak ishte biseda telefonike pas pridhit me nanën e vetë, nëse ka komunikuar në telefon... Jo, si pas zonjës nuk kanë komunikuar, sepse nuk i është lejuar aparatë të telefon. Jo, me telefonin e shoqeve, nana me nëpërmjet shoqeve, vajza me nëna. Në qofse... me ish bashorti mbas takimit. Jo, vetëm me vajzën. Qofse, masanena, shohim edhe nga fotografia, vajza nuk është krejt e vogël, 12 vjeçe, dhe po ta shikosh që me sa pash edhe diçka... Po vajza nuk ka pasur një numër telefonit të nënën, se po ta dëgjosh nënën tha takimi në prani 5 minuta në prani të shumë vetave. Dhe thënia e gjyshit pastaj që nuk e di ma është e vërtet apo jo, po si pas deklaratës së nënës, se ka thënë ti do të ritakosh nënën tënde vetëm në qoftë se unë kam vdekur. 12 vjeçë është e madhe, e mundur për gjetë numrin e nënës, për të folë me nënën, për të qu fjalë, për të pa gjitha këto veprime. Ajo ka qenë në personin e frikës avokat. Ajo dëshira e saj nuk e qenë pra, çfarë dyshon avokat? Por ajo ka qenë në presionin e frikës edhe arritja që ka marrë këtë akt, normalisht jo me varje, po mund këtë pasë... Sepse atë që nënkupton avokati shumë e rëndë për ta pranuar, ajo mund tjetë nga pakujdesia. Këto veprime mund të kenë nga pakujdesia në brenda familjes. Nga pakujdesia? Nga pakujdesia, nga irritimet, dhe ajo mund të ketë shkaktu pra humbjen e jetës. Por jo se
e kanë vra me dashje, jo se kjo ka varë vetën me dashje. Pra, ju më tepër i besoni versionit të vrasjes pa dashje, se sa nga tres në familje. Marcela, Nga tres janë në deklarata familje. shumë të forta dhe duhet tregojmë të Është kujdesshëm. nga tres në familje. Që Është nuk nga ka tres brenda familjes, që për nuk ka çfarë? në rrujet në kasolet, ta jap Shkak 100%. nëna dhe takimi me nënën në shtator? Nuk e dim atë. Nuk Atë nuk e dini. mund ta themi sepse nuk e dim komunikimet të tjera. Pra, ju thoni që diçka ka ndodhur brenda kësaj Brenda familje. Ka familje. ndodhur që ka arritur Ku shkon më pranë të së vërtetës? Nëna me intervistën në një mungesë kaq të gjatë me vajzën apo babai edhe gjyshja? Babai, Njerka dhe domethënë komunikimi me vajzën. Jemi drejt për drejt duke dëgjuar zilën telefonike me nënën e Mendoj vajzës, që edhe shpresoj të Njerka kemi. ka pjesë në këtë Po. histori. Në Pas ka se nuk ka dalur fare në Në qoftë se skenë. del nëna Ne kemi vajzë, kërkuar. Zonja Miranda, përshëndetje. Alo, Përshëndetje, zonja Miranda. përshëndetje. Jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Jemi në studio duke diskutuar për rastin e asaj çfarë ka ndodhur me vajzën tënde me 22 gusht, avokati edhe psikologja japin versionin e tyre në lidhje me atë çfarë na ke deklaruar ti disa ditë më parë për kolegen time Anila Akmata. Më shumë besoni versionin se diçka mund të ketë ndodhur brenda familjes së ish-bashortit dhe është paraqitur si vetvrasje, se sa të kemi të bëjmë me një vetvrasje të vajzës tuaj. Ju çfarë besoni, zonjë? Unë në këtë ngjarje që ka ndodhur vajzës time, besoj sepse janë shkak familja që ka qenë vajza ime me babain e vet edhe me njerëzit e tija, Po? sepse të shtyhet një 12 vjeçare në atë lloj gjendje, me mendje të saj nuk e pranoj asnjëherë. Nuk e pranone, as edhe njerë. Ka pyetje avokati, zotin Due Pietra, për t'ju drejtuar ju zonjë dhe ndoshta bashkarisht duke bashkëpunuar me ne mund shkojmë drejti në zbardhjen e të vërtetës. Avokat, përshëndesim zonjën. Para dua që kuptimin e fjalë që këto janë fatkeqësi që ndodhin zakonisht, kanë ndodhur në familje shqiptare për efektet e divorcit gjithmonë, por pyetja ime është, pas takimit me vajzën në prill, a keni komunikuar ndonjëherë me vajzën gjatë gjithë kësaj kohe nëpërmjet ndonjë mundësie tjetër me telefon? Jo, fare. Atëherë Po me babain, me ish-bashortin, nga aprilli deri në muaj ngushtë, zonja Mirand? Jo, as me një njeri. Në fakt, në atë intervistë që ke zhvilluar me kolegen time Anila Akmata pak ditë më parë, ju keni deklaruar që nuk e folur për arsyet e divorcit. A mund ta kemi ndoshta një arsye të vërtet? Çfarë bën një zonjë si puna juaj të lërë një fëmijë në moshën 6 vjeçare dhe të largohet nga banesa, duke qenë se ti kur ke qenë 2 muaj shtatzan me vajzën e ke rritur vetëm deri në moshën 1 vjeçare dhe pastaj je rikthyer ke bashorti. Pse ka ndodhur kjo gjë? Në momentin që ka qenë vajza ime 1 vit e gjysmë, Po? jam kthyer përsëri tek babai i vajzës. Bu mundova të për një gjë më të mirë për vajzën time, për arsye mos ishte jetime, sepse unë jetime jam rritur edhe vetë dhe di se si është jetimi. Po? Për ato arsye, po në momentin që unë kthej me vajzën atje, torturat filluan akoma më të vështira për mua. Jeni dhunuar? Nuk më kanë dhunuar, po gjithmonë me kërcënime, me sharje, ofendime. Mendon se zonja Miranda, mendon se kështu mund të ketë ndodhur edhe me vajzën? Po. Në takimin e datës 21 prill ka zgjatur vetëm 5 minuta, thoni ju. Vajza nuk ka folur fare vetëm në momentin kur të ka deklaruar që nuk e marrë dot celularin sepse më rre babai? Po, vetëm kaq më ka thënë, asgjë më tepër. Nuk ka nxjerr një llaf, do isha nëna më e lumtur, sikur të më kishte thënë diçka më tepër që se si kalon apo qysh. Nuk më ka thënë asgjë. I kam thënë të blej mami telefon, më ka thënë jo se më rre babi. Ndërkohë ish-vjerri juaj thoni ka deklaruar që kur ju i keni premtuar që do ktheheshit në shtator, vetëm në qoftë do vdiste ai, do bëhej ky takim i dytë. Po, i kam thënë vajzës që mami do vi prapë në shtator, edhe do bëj diçka ose të takoj prapë ose të të marri me vete. Ai ka thënë edhe një herë kur të vdes unë do të takosh nënën tënde, ka thënë vajzës time, në momentin që ka thënë atë unë jam bërë shumë keq, jam mërzitur shumë. Zonja Miranda, ju e dini që vajza njerëkës i thriste mami? ashtu dhe thjeshta ja. Jo, nuk e dini. Këtë informacion po e mësoni tani, sa po ja u thashun? Tani që po e dëgjoj nga ty.
këtë informacion, sepse në fakt ka dhënë një intervistë për emisionin tonë dhe gjyshi edhe babai dhe të dy deklarojnë që vajza i thriste njerëkës mami, por ajo e dinte shumë mirë ekzistencën tuaj sepse kishte mësuar nga shokët edhe shoqet e saj. Mua më vjen keq për çfarë ka ndodhur, megjithatë gjyshi thotë që pas vdekjes së vajzës në një libër ajo mes fletëve të librit është gjetur edhe një poezi që e kishte bërë apo e kishte gjetur diku në lidhje me 8 Marsin dhe figurën e nënës. Me sa duket i keni munguar shumë, zonja Miranda. Normal që i ka munguar, sepse e kuptoj, po nuk kisha mundësi të lidhesh as në një lloj aspekti. Ju thatë që në Messenger je lidhur me ish bashortin tënd dhe i ke kërkuar vazhdimisht të nxirrte vajzën, apo jo? Po, aty më ka bërë blok në atë kohë, edhe më ka thënë mos më shqetëso se s'duhet më prishësh familjen, vajzën e kam mirë, e mbaj mirë, vetëm këtë më thoshte. Unë nuk i thoja për shembull që ta marr apo që të eksis, vetëm më bëj të lidhe me vajzën të kem kontakte, pse jo? Zonja Miranda, ngjarja është e rëndë, unë ju jap edhe një herë ngushëllimet e drejtë për drejta nga redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur. Besoj se për zbardhjen e kësaj ngjarje jeni të interesuar ju dhe ndoshta mund të kontaktojmë së bashku edhe avokat zotin Due Pietra, edhe zyra e tij avokatore, ka dhe detektiv privat. Edhe prap atë ditën e varrimit, se më thoshin gjithmonë që u varu bati. Vajza nuk është varur, përderisa doktori i morgut të Pogradesit nuk i kanë dhirë asnjë lloj shenje dhune. Shenjë dhune është tjetër dhe shenjat e suicidit e vetvrasjes është tjetër, elitarit, ë? Po. Mirë, ka dalë autopsia, zonja Miranda, dhe keni ju këtë autopsi në dorë? Jo, nuk e kam autopsinë, sepse më thonë akoma që të presim nga Tirana, nuk ka dalë akoma autopsia e përgjithshme. Kuptova. Po për varje nuk ka pasur asnjë lloj shenje. Nga biseda që kam zhvilluar me ish vjerrën tënde dhe me ish burrin tënd, edhe autopsia në Tiranë, ato pretendojnë se ka dalë dhe është çështje ditës që të bie në duart e tyre. Menjëherë sapo të bie në duart e tyre, mund të komunikojmë bashkë. Dashur, e di se je edhe në një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe është e kuptueshme. Faleminderit edhe një herë. Nuk e them se ishte lehtë edhe për ata, më kuptoni? Jo, e kuptojmë, por nuk mund të them sepse unë printe dhe ai printe është, nuk mund t'ja them këtë. Por ju thoni që mund të ndodhur diçka, siç thonë edhe specialistët e kësaj studie dhe mund të jetë fshehur si një vetvrasje. Kuptova. Mirë, faleminderit. Vetëm këtë dua të zbuloj. Kjo ishte pjesa e pa transmetuar e emisionit që keni mundur të ndiqni drejt për së drejti dje në televizionin News 24, intervistën e plot të gjyshes disa ditë pas ngjarjes së 22 gushtit dhe të babait i cili ka folur për herë të parë për emisionin Me Zemër të Hapur, njëkohësisht edhe intervista e nënës zhvilluar teksa ajo pasi varrosi të bijën po udhtonte drejt të shtetit grek, aty ku ka jetuar prej 6 vitesh, ndërkohë që gjendja e zonjës Miranda me ndihmën e regjis në Wallin qendror është rënduar së fundmi duke komunikuar ditën e djeshme me mjekët e spitalit grek. Gjendja e Mirandës është kjo që shfaqim në Wallin qendror, refuzon të ha, të pi, në gjendje të fikti, në punën ku punonte, pronarët e punës e kanë dërguar pranë këtij spitali dhe unë i uroj një shërim sa më të shpejt, ka arsye për të jetuar, për të zbuluar të vërtetën se çfarë ka ndodhur me 12 vjeçarin. Por gjendja e rënduar sipas mjekëve grek është pikërisht pas emisioneve të njëpasnjëshme dhe komenteve të shumta që kanë bërë të gjithë ata që nuk e njohin të vërtetën e kësaj zonje. Për të vërtetën e kësaj zonje do flasim menjëherë pas pak, menjëherë pas hapësirës publicitare do rikthehemi me panelistët, me avokatin edhe me sociologen ton. Kemi shumë detaje të tjera për diskutuar ditën e sotme. Mbas një interviste të fortë dhe deklaratat të forta të zonjës Miranda dhe në kohë më parë për emisionin Me Zemër të Hapur, jemi rikthyer me panelin e sotëm me avokatin zotin Eduard Mullaraj dhe me sociologen Miranda Rira, njëkohësisht edhe pedagoge, për të folur se kush nga palët pjesa e parë është dhënë e këtij emisioni ditën e djeshme në televizionin News 24, një intervistë gjatë me gjyshen, me detaje, por dhe një intervistë ekskluzive të babait të 12 vjeçares. Kush është më afër të së vërtetës, do ta
diskutoj me panelistët. Fillimisht me zonjën Rira. Zonja Miranda, jemi pikërisht kush është më afër të vërtetës dhe çfarë duhet të besojmë. Tashmë nuk po hedhim akuzat të rënda nga kjo studio, të paktën duhet tregojmë të kujdesshëm. Nëna beson versionin e saj, por është më pranë të së vërtetës, duke marrë një përllogaritje të shkurtër të asaj çfarë kanë deklaruar palët. Gjyshja thotë që ka lënë në moshën 3 vjeçare dhe është kthyer pas 7 viteve, do të thotë një përllogaritje që vajza e bie të ketë qenë 10 vjeç dhe bie poshtë versioni gjyshës. Babai thotë ka lënë 4 vjeç dhe ish bashortja ime u kthye mbas 7 viteve që i bie 11 vjeç dhe bie poshtë edhe versioni babait. Nëna ishte saktë se thotë kam lënë 6 vjeç, çfarë do thotë pse ajo e mbante mend nënën, se u diskutua dhe me panelin e kaluar dhe jam rikthyer pas 6 viteve për shkak të mos dokumentave në shtetin grek. Punova një kohë të gjatë të siguroja letrat, të siguroja para dhe në muajin shtator kemi të vërtetuar tashmë që ajo i është drejtuar një zyre avokatore për të bërë pikërisht objektin e padis dhe për të marrë vajzën e saj dhe t'i bashkojë në shtetin grek, për të marrë kujdestarin. Gjendja e nënës është kjo. Pas emisioneve dhe pas komenteve dhe bullizimit që është bërë në rrjetet sociale në portal, pikërisht nënës refuzon të ha, të pi, por sidomos edhe letra që vajza ka lënë me poezi, ka rënë në duart e nënës dhe nëna është në këtë gjendje fatkeqësisht. Së pari, ngjarja në vetvete është shumë e rëndë. Është e rëndë, është e dhimbshme, një fëmijë 12 vjeç, një vajzë e re, aq e vogël, një jetë të kputur në mes, pa nisur, pa çelur ende. Shpreh ngushëllimet e mia gjithë të afërmve të vajzës. Në fakt, kjo histori e dëgjuar edhe dje dhe sot, ka pak, domethënë ka disa pikpyetje ose ka disa gjysma të vërteta. Sepse nga intervista e babait dëgjuam diçka tjetër, nga gjyshja, nga nëna. Tani si thua mbas kësaj që ka ndodhur, të gjithë mundohen që ta hedhin topin tek tjetri. Domethënë për të qenë pak a shumë, le të themi, të larë me atë ndjesinë e ndërgjegjen e fajit, se un kam bërë gjën time, nuk ishte faji me kështu me radhë. Ju thatë që duhet jemi pak të kujdesshëm, sepse gjendja shëndetësore e nënës është e vështirë dhe unë mund ta kuptoj traumën dhe gjithë rëndesën dhe humbjen e madhe, sepse ajo është një nënë e re, ka pasur vetëm një fëmijë, ka humbur në mënyrë tragjike atë vajzë, kështu që pikpyetjet dhe gjithë ndjenja e fajit duhet të jetë akumuluar, duhet të jetë shumë e madhe dhe ajo është duke vuajtur, si thuaç, ditët dhe duke kaluar një dhimbje aq të madhe në zinë për humbjen e vajzës së saj. Edhe pse pa dashur të shigjetoj nënën, dua të flas pak për figurën e nënës, se sa rëndësi ka nëna në jetën e fëmijëve. Edhe këtu flas edhe si nënë. Shpesh herë ne mendojmë se po shkolla ka rolin e saj, familja, shokët, shoqëria, gjyshja, gjyshrit e kështu me radhë, sepse vajza jetonte me gjyshen. Është i fat në fakt për fëmijët shqiptarë dhe për këtë traditë kulturore që ne kemi, që kur fëmijët rriten me gjyshen, ata përkëdhelin nga gjyshja, po le themi që ndonjëherë gjyshja është ajo që të zgjon edhe nga gjumi kur s'ke ngrënë darkë. Kurse nëna, sidomos në nëna babai në intervistën ekskluzive dhënë për emisionin me zemër të hapur deklaroi që jetonte me mua, me bashortën time dhe me fëmijët e mi. Edhe pse ajo i thriste mama njerëkës, siç e deklaroi vetë ati saj, por unë do të them nëna biologjike, mungesa e nënës, sa rëndësi. Nëna është institucioni socializues më i madh për një fëmijë. Domethënë, jemi tek gjyshja. Është edukatori më i madh, më i mirë. Sepse kemi një ndërhyrje të drejtë për drejtë nga Greqia. Është nëna e zonjës Miranda, gjyshja tjetër e 12 vjeçares, e përshëndes me njëherë zonjën. Zonjë, përshëndetje. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi drejt për së drejti në televizionin News 24, ju jap ngushëllimet e drejt për drejta në lidhje me humbjen e mbesës, por do doja të dija si është gjendja e Mirandës sot. Gjendja e Mirandës është shumë e rënduar. Është shumë e rënduar. Ke mundur të flasësh me mjekët grek, se unë kam folur ditën e djeshme? Unë faktikisht nuk di shumë gjuhën greqisht, nuk e kam mësuar gjuhën. Ju jetoni në Athinë, ndërsa Miranda jeton shumë larg jush, dhe do doja të dija, a ke mundur të udhëtosh nga Athina drejt Mirandës? Për momentin nuk kam udhëtuar se nuk kam letra, nuk dal dot, jam pa letra në Greqi. Të kuptoj, me gjitha të vajza juaj refuzon, do me thonë, me sa kam diskutuar me mjekët mbrëmjen e kaluar, të ha, të pi, të ushjet, mbajt vetëm me qetësues. Faleminderit nga ju. Atëherë, zonjë, duke qenë se Miranda na ka deklaruar para shumë kohësh, përpara se të fillonim sezonin e ri, që ajo është arritur vetë jetime. Dhe e dinte se çfarë, ajo është detyruar të rritet tek gjyshi dhe tek gjyshja, apo jo? Po, patjetër.
Vajzën e Mirandës të ndirën e ke njohur si mbes? Vajzën e Mirandës e kam njohur dhe e kam patur me laf në vëzhgime dhe kur e ka lënë Miranda vajza ka qenë 5 vjeçe dhe jo 4 muajshe. Jo, 4 vjeçe ose 3 vjeçe. 3 muajshe kur iku për herë të parë nga shtëpia e bashortit dhe u kthye me vajzën 1 vjeçe. Miranda thot që kam lënë 6 vjeçe dhe jam kthyer pas 6 viteve dhe ky është versioni i sakt. E sakt. Po, ti vetë si gjyshe e ke njohur vajzën, apo jo? E vëzhgoje nga larg? E kam njohur. E ke njohur? Ke pasur takime me mbesën? Ke kujtime me të? Përsa ishte Miranda atje, kam patur takime. Mbas largimit të Mirandës, Miranda erdhi tek mua, qëndroi tek mua. Në Greqi? Me largimin e Mirandës, unë kam erdhur në Greqi atë viti. Dhe këtu kemi ndenjur paletra dhe akoma vazhdojmë paletra. Të kuptoj. Kjo është edhe arsye që ajo nuk ishte ardhur për këto 6 vite, deri në 21 prill, rreth orës 12:14 minuta, ne kemi dhënë edhe foton e ekskluzive të drejt për drejt, ku Miranda i ka dhënë disa para, të cilat i ka pohuar dhe gjyshja dhe baji, edhe disa edhe një qese me disa veshje për vajzën. E saktë. Po. E saktë. Megjithatë, Miranda më ka treguar edhe jetën që ka bërë dhe ferrin që ka përjetuar në familjen e bashortit, mund të mos ketë pasur dhunë fizike, por ka pasur një dhunë emocionale të vazhdueshme me kërcënime, të cilat i kemi bërë edhe në takimin e nënës me mbesën, të Mirandës me mbesën, nga ana e gjyshit, që për takimin e shtatorit është kërcënuar vajza. Është shumë e saktë, shumë e saktë. Miranda nuk ka ndërtuar një jetë të saj, më ka thënë, sepse luftonte dhe jetonte vetëm të bashkohej me vajzën. Pa tjetër ka luftuar, është interesuar, ka pyetur, ka tentuar ta marrë në telefon, ata nuk pranonin, dhe kur u bë kjo ndarja që ka bërë gjyqin çupa, gjyqia dha asaja. Jo, zonjë, të jemi transparent, shkalla e parja ka dhënë Mirandës, më pas ka apeluar babaj dhe e ka marrë nga gjykata e shkallës 2, se fillimisht i është dhënë Mirandës. Kjo është me e saktë. Zonjë, ajo që më intereson më tepër është shëndeti i Mirandës, sepse gjendja është alarmante, thash edhe një herë, unë nuk e di se si keni punët tuaja në Athinë, por dikush pranë Mirandës duhet jetë se ja është pothuajse 7 orë larg teje. Po, saktë. Mirë, po unë për momentin nuk shkoj do se jemi shumë në ruhemi shumë edhe nga policia. Të kuptoj. Do mundohem prapë ma se mund të shkoj të afrohem, ose do përpiqem që nuk të afroj çupën të mbaj afër, se kështu në erë të rrethana të u larguam. E kuptoj, zonë. Po do përpiqem që do afroj. Megjithatë, ne i kemi dhënë premtimin tonë, sa po Miranda të ketë mundësi të komunikojë me mua drejt për së drejti, ne i kemi ofruar konsulencë falas me psikologët e emisionit Me Zemër të Hapur. Të falenderoj. Faleminderit zonjë dhe një ngushtrime. Zoti të ndihmoj dhe juve. Dhe shpresoj që Miranda të rimarri veten sa më shpejt. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti të ruaj, Zoti të ndihmoj. Edhe juve. Faleminderit. Atëherë rikthehemi tek sociologja dhe tek pedagogja Miranda Rira. Mbetet pak enigmë në fakt, doja ta pyesja gjyshen e të ndjerës, vajzës 12 vjeçare, cilat janë përpjekjet që gjyshja dhe Miranda kanë bërë, sepse ajo pyetje që kam unë sot dhe që kanë 10 qindra shqiptare dhe në rrjetet sociale, është si ka mundësi që në 6 vite Miranda nuk ka gjetur mundësinë për të ardhur, për të vizituar, për të takuar vajzën e saj. Pra, kanë shkuar në Greqi. Janë paletra. Vazhdonte edhe nëna vetë sot, tha që unë jam paletra, për këtë arsye nuk kam ardhur të vizitoj. Ajo nuk mund shkoj as tek e bie e saj që është në atë ndërkohë tani gjyshja thotë të njëjtën gjë, por pyetja që kam unë, Greqia është një shtet fshinj në këtë epokën e madhe të globalizimit, me kaq shumë mediume, me Facebook, me me kaq shumë mënyra. Si është e mundur që në 6 vite, në një ditëlindje, në një vit të ri, në një datë tjetër të shënuar, vajza, pra Joma, nuk e gjeti mënyrën për të ardhur për të takuar fëmijën e saj. Pa justifikuar dhe t'jem zëri Mirandës në këtë studio. Miranda thot që i kam shkruar shpesher, thot. Ish bashorti tim dhe i ka edhe mesazhet në Messenger. Vajza nuk ishte telefon, nuk ishte rrjete sociale. Dhe nuk ishte se si do me thënë të kontaktojnë. Por ajo vetë, nëna, pra Miranda, duhet të gjente mënyrën
me 100 arsye, do me thënë, Si që gjeti edhe në muajin prill, edhe në muajin si prill. erdhi pas 6 Po, muaj, edhe në muajin prill ajo e ka takuar. Ja kjo është takimi që kanë bërë. Duke i premtuar se do vinte dhe do hapte një proces gjyqësor në muajin shtator dhe këtë e vërtetojnë duke edhe qenë ne. se jam vetë nga Prenja si Pogradeci, do me thënë ajo është nga fshati Pogradeci, zona ka 10 shofer që bëjnë për ditë rrugën Greqi, Athin, Pogradec. Në mënyrë klandestine, si që ka shkuar edhe mund të vinte. Ajo mund të gjente 100 mënyra për të ardhur dhe nëse shteti grek, policia do të kapte, do të asilte në Shqipëri, në Pogradec, do të akonte vajzën, të rinte ca kohë pa punë dhe të kthehej përsëri. Kjo është një arsye që unë ka, domethënë që më lind mua, duhet pyetur Miranda drejt për drejt, me sa duket se marrë një përgjigje. Nuk dua tash të jetoj fare nënën, por unë po vë pak veten time në rolin e saj. Pra ne largohemi, fëmia shkon Kopës dhe me një herë me zipres ta shoh dhe them si kalove sot dhe dua të di ose kur ja lë të afërm vetëm. Në 6 vite pa parë fëmin, ajo nën do ta kishte marrë rrugën në këmbë. Nga Greqia, Athin, Selani, kudo që t'ishte, me traget, me makinë, me taksi, me furgon, për të ardhur për të marrë vajzën e saj. Ti referohemi ngjarjes së rëndë. Çfarë mund të ketë ndodhur me personalitetin e kësaj 12 vjeçare që mund të ketë pasur një lloj trusnie brenda shtëpisë që nëna të la iku, nuk do ta takosh më, dhe nëna që i premton do vinë në shtator, do hap procesin gjyqësor, siç edhe ka nisur me një zyrë avokatore dhe ndërkohë do fillonte procesi për të bashkuar. Të jemi të qartë, të gjitha të ngrohtësinë emocionale, suportin emocional, le themi atë ngjizjen dhe gjitha të ngrohtësi emocionale që të ofron nëna biologjike, jam e sigurt që nuk ja ka ofruar njerë ka saj. Edhe pse ajo thot i thriste mama, por një fëmijë që thot më rre babai dhe bazuar tek fjalët e nënës biologjike, unë dyshoj që edhe pse pra mund të ketë pasur kushte të mira fizike apo ekonomike, si thon familjarët e tjerë, mendoj që mungesa e nënës ka shkaktuar një gjendje të rëndë emocionale dhe mos harrojmë që në këtë moshë të re, 12 vjeçare, këtu po i referojmë dhe një studimi të bërë nga National Agency of Mental Illness në Amerikë, pra shoqata kombëtare për shëndetin mendor. Një studim i dalë në vitin 2023 i cili thotë në grup moshën 15 deri 24 vjeç, rasti i dytë ose shkaku i dytë i vdekjeve tek ta të rinj është pikërisht vetvrasja. Sepse adoleshentët apo fëmijët, pra në këtë moshë, edhe pse është 12 dhe jo 15, kanë ndjesi impulsive, shpesh herë ata mund të ndjehen të vetmuar, të lënë, të mënjanuar, kanë mendime suicidale, për shkaqe të ndryshme, nuk kanë atë logjikën e ftohtë, vetë dijen e pastër, le themi, ose të fortë, dhe gjëja e parë që u shkon në mend, mund të jetë që po sikur t'jap fund jetës. Pra, injorimi një adoleshenti, thoni ju apo një të riu, është shkaktari kryesor drejt suicidit. Lënia më njanë, veçimi, bullizimi dhe shumë arsye të tjera. Por unë po më flas për rastin e saj jeton të një fshat, mungesa e mallit për nënën, ajo ndryshimi ose presioni psikologjik nga babai, nga të tjerët. Të gjitha këto janë faktor, përveç që faktorëve të tjerë të riskut që mund të jenë faktorët ekonomik, që mund të jenë një gjendje vështirë ekonomike, por malli i saj për 6 vite, pra këtu, sepse poezia për nënën, për cilën unë po flas, takimi në muajin prill, por dhe premtimin që i kishte dhënë nëna në muajin shtator, kishte motive që vajza të jetonte dhe mos merrte aktin ekstrem. Por vetvrasja apo suicidi është ndodh në një moment të impulsiv. Në disa raste po, por në disa raste nuk e, do me thënë, vetvrasjet, në të gjitha studimet, në 99% të studimeve, psikiatrit, psikologët, studiuesi social, thonë se nuk i dihet rasti i vetvrasjeve. Jo gjithmonë është vështirësi ekonomike, jo gjithmonë është dhuna, sepse Ardian Klosi ishte një publicist i njohur. Nuk ishte njëri varfër, pra mora një rast për sjellë që rastet e vetvrasjeve janë të shumta, shkaqet janë të shumta. Në rastin konkret mendoj që ka qenë malli për nënën, vetmia. Ne shikojmë një fëmijë dhe nuk e dim në fakt se çfarë kalon fëmia dhe ky është një nënës në lidhje edhe se me çfarë mund të ketë ndodhur zonja Miranda. I përkra sepse është përgjegjësia edhe atij mjeku të morgut që thotë nuk ka shenja dhune dhe nuk ka shenja suicidi. Mjeku ka përgjegjësi penale, sepse një epikrizë dhe jepet një version prindërve. Nëse fëmia, pra 12 vjeçarja është vetvarur, atëherë ajo duhet të dihet, pra duken shenjat e
mjeti që ka përdorur, litar, Nëna mjet prejes, thot, të njëjtën metodë që kam përdorur me mua, mund të kenë përdorur edhe me vajzën time. Pra, unë nuk kam pasur dhunë fizike, por kam pasur kërcënime dhe një dhunë emocionale të vazhdueshme. Dhuna emocionale dhe psikologjike tek dhe mos ta fëmijët. merrja vajzën me vete. Po kështu në syrin tim në ato 5 minuta gjyshi thot, ti do të arritakosh në shtator nënën tënde nëse vdes unë. Pra, dhuna psikologjike dhe emocionale tek fëmijët, tek adoleshentët, pra kemi rastin e një personaliteti që është në zhvillim e sipër, të fëmijëve që akoma nuk e din të bardhë nga e zeza, po them nuk e dallojnë, janë akoma në zhvillim e sipër, këto, domethënë janë ndikime të jashtëzakonshme. Ne shohim një fëmijë dhe themi është mirë, e lëm 6 orë përpara televizionit dhe themi është okay, por me fëmijët duhet folur. Komunikimi është një element kyç, është një çelës i jashtëzakonshëm. Po ky është defekti kryesor i shoqërisë shqiptare, mos komunikimi që ne kemi. Mendojmë se të lindësh fëmijë dhe mjafton, jo nuk mjafton. Rritja, edukimi, komunikimi i përditshëm, i gjithkohshëm është i jashtëzakonshëm dhe është një çelës shumë i madh. Po i bie shkurt për t'i lënë. Okej, më duhet të ndalojnë në fakt edhe tek avokati, por ishte domosdoshme kjo analizë. Ti vetë avokat, çfarë dyshon, duke parë pjesën e parë të emisionit, versionin e gjyshes edhe të babait, por edhe të nënës 12 vjeçare. Po thosha që sepse vetvrasja në vetë do një vullnet të fortë në momentin e fundit, e cila duhet të jetë shprehur në mënyrë të vazhdueshme në ditët e kaluara, e cila duhet të jetë pasqyruar dhe në aktivitetin e përditshëm qoftë në shkollë që ka vajtur vajza. Përpara 22 gushtit, po duhet pyetur mësuesja, po? Duhet pyetur mësuesja, cili ka qenë qëndrimi i kësaj vajze para. Bashkëmoshatarët, besoj? Bashkëmoshatarët shokët. Dhe po të futemi pasaj në ekspertizën dhe ekspertiza e nxjerrë mjaft qartë 100% që është varur, apo është vetë varur, apo është quar atje. Këtë i je përgjigjen vetëm ekspertiza. Vetëm ekspertiza. Por a mund të hetohet edhe për shkaqet që kanë quar drejt suicidit avokat? Atëre, kur themi... Se ka përgjigjes edhe për këtë gjë. Pra ndaj them, kur kemi 3 versionet që e kanë quar atje, pra një dorë kriminale atje, të fëmijët mitur, që duke i prerë jetën në mes, duke e mbytur me forma nga më të ndryshme, sepse ai fëmijë nuk mundet, ai u motivua përpara se të ndodhte vetvrasja, ashtu siç është bërë publike, por që unë nuk e besoj për vetën time. Ajo u motivua në momenti me nënën që e shkarkoj një pjesë të ngarkesës së saj emocionale, që do të thotë ajo u motivua që u takua me nënën. Dhe kjo dhe nëse ajo do ta kishte paramenduar një vetvrasje që nëpërmjet bullizmit ose nëpërmjet lënies ashtu si sa dhe ekspertja Mënjan këtë fëmijë të mbitur, do të dukej që do ta merrte një nismë të tillë për tu vetvarur. Por vetvarja ka dhe ajo ato parapregatitjet e veta, të cilat do të binin në sy në gjithë atë tërësinë e asaj familje, nga gjyshi, gjyshja, babai, njerka, ose fëmijët e tjerë të asaj familje, ose kushdo qoftë. Pra, do merrej elementët, ku e ka gjetur vajza litarin, pse përzjodhi kasollën. Do bëj gati litari do një përllogaritje, sepse nuk mund të ta varësh veten pa ditur edhe distancat dhe këto. Pra, për t'i rënë sa më shkurt kësaj pjesës së vetvrasjes, unë do të thoshe... To për llogaritja, a mund t'i bëj prokuroria e Pogradecit? Patjetër, dhe kjo duket... Apo raste të tilla ambulohen dhe nuk kanë interesa për të zbardhur? Ne kemi dhe një rast që e keni trajtuar juve, është edhe një rast i Korçës. Po kështu, që e kanë çuar atje të vrarë. Po, është e vërtetë. Dhe prokuroria e Korçës e thoshte që është vetvarur. Ndërkohë që e gjithë teoria shkencore thotë që nuk mund të vetvaret. Sepse që të vetvaret,
duhet pasaj që trupi të lëshoj ato të brendshme, Mos t'japim edhe shumë elemente për shkak të orarit. A ka interes prokuroria për t'i shkuar ose policia deri në fund, avokat? Bazën materiale të suicidit, ku e ka gjetur vajza, çfarë ka ndodhur, a ka pas debate brenda familjes? Problemet e drejtësisë pastaj janë të mëdha. A mund të ishte parandaluar, a ka dhënë shenja vajza? Për të parandaluar pastaj është pjesë hipotetike që mund thuash që duhet pyetur mësuesja, duhet pyetur shoqëria aty rreth e qartë, duhet pyetur babai, i cili mund mos jetë i sinqert. Bashortja e tij? Po, duhet pyetur gjyshja, duhet pyetur gjyshi. Edhe bashortja e babait, Pa llogaritur njerëz. Pa llogaritur njerëz. Vetëm këta që janë pjesë e një gjaku, po ti pyesësh këta dhe këta duheshin marrë që në atë momentin e parë. Brenda 72 orëve duheshin mbajtur të mbyllur, me qëllim që nëpërmjet mbylljes së tyre dhe hetimin që do krijojë nga prokuroria e Pogradecit, do dilshin versione të ndryshme dhe variante të ndryshme qoftë të gjyshes, qoftë të gjyshit, qoftë babait. Por mungesa e një mase të tillë sigurimi, duke i marrë ta mos i arrestuar të tregta, ka sjellë që sot të humbasim edhe një pjesë të elementeve të sigurisë për zbardhjen e kësaj ngjarje aq kriminale. Që do të thosha që ai prokurori, qoftë edhe oficeri i policisë gjyqësor, e ka shkelur. Atëre, unë skedën nuk e kam në dorë, por kolegja ime Anila Kmataj po shkruan vazhdimisht me zotin Eduard, me babain e vajzës, i cili thot, ka marrë skedën, thot, në prokurori për çregjistrimin e vajzës, njëkohësisht thot, në skedë shkruhet vetvarje militar. Ky është konkluzioni, derisa Eduardi apo edhe Anila të më japin këtë sketë të dal nga prokuroria, pra po sjell skedën në këto momente, po ma sjell edhe kolegja, e kemi tani apo? Prokuroria e Korçës? Po, nga prokuroria, babai e ka marrë dhe po na e dorëzon dhe kemi këtë lajm ekskluziv të drejtë për drejtë në këto momente. Mund të dali një skedë e tillë, sepse është mjaft e dëmshme dhe mjaft qesharake, që të dali nga prokuroria një skedë e tillë, që regjistrimi është pjesë tjetër. Ato po komunikon. Administrative që të regjistrohet në zyrën e vetëm skedën ka marrë thotë vërtetimin nga prokuroria për çregjistrimin e vajzës në gjendje civile. Më pas kur Anila e pyet që çfarë thot aty përveç çregjistrimit, vetvarje në litar. Ne po presim të vi dokumenti avokate dhe ta diskutojmë. Nuk e di a do ta arrim dot sot apo jo. Këto janë fjalët e Eduardit me Anilën, ë? Unë do të thosha janë shumë veprime. E para prokuroria që dalin në një vendim duhet të marri autopsinë e vajzës, duhet marri ekspertizën e ekspertëve kriminalist të Institutit Mjekësisë Ligjore dhe fotot e vendit të ngjarjes. Kuptova. Gjë që derisa nuk ka dalë një konkluzion përfundimtar mbi atë dhe në atë kasove nuk mund të mbytesh, nuk mund të varesh. Nëse ajo do ta bënte atë, ajo mund të dilte në natyrë, ta hidhte një litar atje dhe gjoja edhe mund t'i vinte lakur edhe ndofta ngesë diku dhe mbytej, se një vogël ishte. Gjithsesi, të mos japim të lutem, të tregojmë kujdesshëm për elementet e suicidit avokat, sepse jemi në një orë që ndiqemi nga të gjithë grupmoshat. Jo, dakord. Pa diskutim, ti thua nga planet që ne sjellim nga mbulimi i regjist, në ullin qendror ti thua që ajo kasolle, ai ahur nuk mund të nuk e realizonte dot, por edhe bazën materiale i mbetet prokurorisë për ta zbardhur. Absolutisht jo, sepse nëse do kryej një veprim i tillë atje për 24 orë nuk do hyte njeri.
Mirë, më duhet ta mbyll avokat ndoshta me këtë çështje siç e kemi premtuar edhe për shkak të gjendjes shëndetësore të zonjës Miranda, sot mund të kishim një përballje të ish bashortit por edhe të Mirandës vetë, do ta kryejm ndoshta në javë dhe në ditët në vijim. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, falenderoj të gjithë ata që na kanë ndjekur ditën e sotme drejt për së drejti në televizionin News 24. Mos harroni të dërgoni mesazhet tuaja, denoncimet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemërtapur, aty i keni të gjitha mënyrat e kontaktit, numrat celular, fix, mund vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktove, pranë zonës së Shkozës, pranë banesave sociale, por njëkohësisht na shkruani në Messenger, WhatsApp, Viber, i keni të gjitha mënyrat e kontaktit. Ndërkohë emisionin e plot do ta gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jon zyrtare. Faleminderit që na ndiqni për emisionet e reja dhe në këtë sezon të ri, por dhe mbi emisionet tona ndër vite. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru të akofshim, por nuk largohem. Në këto momente japim foton e skedës. E mbyllim me skedën, regjia ju lutem se kanë dalë titrat. Presim pak çaste sa po regjia të plejojë në ullin qendror dokumentin që ka dalë nga prokuroria. Atëherë ka ardhur në këto momente nga zyrat tona të montazhit drejt regjis, e plejojmë, e nxjerrim. Kjo është. Besoj se bëheni pak më të madhe për ta dëgjuar, ju lutem regjia, e bëjmë full, duket avokat teksa e shikon. Vetvarje, por Duhet autopsia. ata duhet marrin përgjegjësi penale për atë plotësim të asaj skede. Ata që e kanë plotësuar. Po. Qoftë prokurori, qoftë oficeri i policisë gjyqësore duhet mbaj edhe për kodin që ka vendosur atje të vdekjes të asaj fëmijë. Duhet të mbajtur përgjegjësi. Mirë, për këtë duhet t'ia dërgojmë edhe nënës në fakt që të qetësohet sepse gjendja e saj është shumë e rënduar. Takohemi në ditët në vijim me këtë histori, por edhe me shumë aktualitete të tjera të gushtit, por edhe ato që ndodhen në Korrale.